Vazhdojmë që të parën të përgatisim sallatën. Do të kemi nevojë për 2 tortilja. Tortiljat do të vazhdojmë që t'i ndajmë me një formë rrumbullake. Që të 6 pjesët e tortiljave i kemi gati. Unë po e përgatis këtë menu iftari për 6 persona. Nëse juve nevojitet më tepër ose më pak, mund të dyfishoni masat ose t'i përgjysmoni sipas nevojave të juaja. Marrim një tepsi për muffins dhe vazhdojmë që t'i lyejmë me vaj edhe pjesët anësore që mos na ngjiten tortiljat. Vazhdojmë i shtrojmë tani këtu, duke i shtypur që t'na futen brenda dhe t'na marrin formën e shportave. Pasi renditim në këtë mënyrë, vazhdojmë dhe i pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë vetëm 10 minuta. Vetëm sa të shtrëngohen, na ruajmë formën dhe të na bëhen të përshtatshme për mbushje. Pas 10 minutave, tortiljat që janë pjekur në furrë janë gati, vetëm shikoni sa bukur e kanë ruajtur formën. Pra një mënyrë shumë e lehtë dhe praktike. Vazhdojmë që të përgatisim sallatën tjetër. Pra në këtë menu iftari do të përgatisim 2 sallata. Në një tenxhere kam shtuar 4 patate, cilat i kam prerë në copsa më të vogla. Vazhdojmë dhe i ziejmë patatet në zjarr mesatar, diku afërsisht 18 deri në 20 minuta, derisa të sigurohemi që janë zier mirë. Në një tenxhere tjetër bëjeni merende 4 karrota. Te karrotat do të shtojmë 100 ml me vaj dhe vazhdojmë që t'i skuqim në zjarr mesatar diku afërsisht 7 deri në 10 minuta, derisa të sigurohemi që karrotat janë zbutur mirë. Pas diku 10 minutave, karrotat janë fërguar mjaftueshëm, pra po e vrini se sa shumë që janë shterë. I largojmë nga zjarri. Tani, tek karrotat i shtojmë patatet e ziera, nga të cilat e gullojmë tër ujin e tepërt. Shtojmë edhe 200 gram bizele të konzervuar dhe vazhdojmë që ta përgatisim salcën. Një pjatë më të madhe do të bëjmë bashk 150 gram majonez, 150 gram salcë kosi, ajk, shmand ose pavllak, lëngun e gjysmë limonit, pak kopër të thatë, kryp sipas shijeve, pasi gjithçka është e pakrypur, do të shtoj pak më tepër sasi të krypës. Dhe piper zi. Përziejmë mirë tani, derisa të na bëhen bashkë gjitha produktet dhe salcën e kemi gati. Shtojmë tani salcën që përgatitëm, ta shtojmë sipër perimeve. Ne përziejmë mirë që gjitha produktet na bëhen bashkë. Kjo është një nga sallatat e mia të preferuara. Është shumë e lehtë, është vetëm me perime dhe shkon shumë me pjata tjera, cilët po i gatuajmë për këtë menu iftari. Sallatën e përgatitur e ruajmë në frigorifer deri në momentin kur do ta shërbejmë. Në këtë menu iftari do të përgatisim edhe sarma, por unë nuk kam lagur të shi, por do ta bëjmë në një mënyrë krejt ndryshe. Në një tenxhere vazhdojmë të shtojmë pak kryp. Nga lakra me një thik do ta largojmë këtë pjesën lart dhe vazhdojmë tani që lakrën ta shtojmë tek tenxheria ku kemi shtuar ujë dhe kryp. Vazhdojmë që ta ziejmë në zjarr mesatar diku për afërsisht 15 minuta, derisa lakra të zbutet dhe të bëhet e përshtatshme për mbështjellje. Në një tigan kam shtuar pak gjalp që të shkrihet. Ju mund ta përgatitni recetën e njëjtë me vaj ose margarinë sipas shijeve, unë preferoj që të përdor gjalp. Vazhdojmë shtojmë një qepë më të madhe të bluar imët në blender. Me qepën vazhdojmë me fërgojmë edhe orizin. Unë po përdor në total 300 gram oriz, të cilin e kam larë më herët dhe kam lejuar që të kullohet tërësisht uji i tepërt. Vazhdojmë dhe i fërgojmë në zjarr mesatar për 3-4 minuta. Pasi orizi është fërguar mjaftueshëm dhe kokra po fillon që të ndahet, e largojmë orizin nga zjarri. Unë gjithmonë i përgatis sarmat në këtë mënyrë.
Tek orizi vazhdojmë dhe shtojmë mishin e bluar. Në total, unë po përdor 400 gram mish të bluar. Si që thash në fillim, unë këtë menu iftari po e pregatis për 6 persona. Nëse juve i duhet më tepër, do t'i dyfishoni gjitha masa që po i demonstroj gjatë kësaj videoje. Tani mishin vazhdojmë me shtypi mirë, derisa të bëhet bashk me orizin. Nuk e fërgojmë, sepse duam që të na mbeten sarmat si top, jo të na derdhet pastaj harxhi. Se kemi përzirë pak, vazhdojmë që mbrenda t'i shtojmë irzat. Do të shtojmë një lugë të mesme me piper të kuq, një lugë të mesme me kryp. Më pëlqen mua të shtoj tek sarmat, është në gjiku i thot, ose gjethet minte të thota. Dhe kjo është e gjitha që unë shtoj të sarmat. Vazhdojmë përzijemi edhe një herë mirë, dhe vazhdojmë t'i mbushim sarmat. Po presim që laknat na zbutat mirë, dhe vazhdojmë me mbështjelljen. Tani që sarma është zjerë mirë dhe është zbutur, e largojmë nga tenxherja dhe e marrim për ta mbështjellë. Vazhdojmë tani që t'i shtrojmë pjesët e lakrës. Mbushjen do ta bëjmë në këtë mënyrë. Gjysmën e njërit gjeth e shtojmë kështu, gjysmën e njërit gjeth nga ana tjetër, që të kemi lakër për t'i mbështjellur. Vazhdojmë tani, i mbushim dhe do t'i mbushim mirë, sepse do t'i shërbejmë nga një sarm për një person, sepse janë të mëdha. Tani vazhdojmë t'i mbështjellim në këtë mënyrë, duke i siguruar sarmat që mos na derdhen. Ku e kemi. Dhe sarmat i kemi gati. Vazhdojmë tani të përgatisim lëngun me të cilat do t'i mbulojmë sipër. Në një më të madhe do të shtojmë 1 litër me ujë. Do të shtojmë një lugë gjelle pas domate, nga këto pasta që janë pak më të trasha. Hedhim edhe pak kryp. Dhe përzijem mirë derisa pasta e domateve tretet tërësisht tek uji. Tani lëngun që kemi përgatit, mbulojmë sarmat. Marrim 1 litër përpjekje, e lagim me ujë, i mbulojmë sarmat sipër dhe vazhdojmë që t'i pjekim në furrë. Furra është e parangrohur në 220 gradë, do t'i pjekim diku afërsisht 35 deri në 40 minuta. Vazhdojmë tani me përgatitjen e mishit, atë pa të cilën nuk shtrohet asnjë sofër iftari për mysafir. Unë sot kam përgatitur nga 2 medaljon diqi për çdo person, nuk i kam prerë shumë të mëdha, pra janë mesatare. Dhe këto gjatë pjekjes dhe zierjes do të shtiren, do të mbesin pak më të vogla, për atë arsye i kam bërë nga 2 copë. Tani vazhdojmë që ta marinojmë mishin. Fillimisht do të shtojmë kryp. Pastaj do të shtojmë hudër në pluhur. Dhe piper ci. Sipër mishit do të shtojmë vaj ulliri për ta marinuar. Vaj ullirit do ta bëj të butë mishin. Dhe për të thithur më mirë irzat, duhet që ta masazhojmë me duar çdo pjesë të mishit. Në këtë mënyrë, ata do të hinë brenda dhe do të përthithen më mirë nga mishi. Tani lejojmë që mishi të pushojë në marinat për afërsisht diku 20 minuta. Në grill tiganin vazhdojmë që t'i pjekim filetat e biçit. Nuk do t'i pjekim tërësisht, thjesht 3-4 minuta në secilën anë, sa mishit na merr këto vijat e bukura dhe të bëhet më mirë. Vazhdojmë të përgatisim salsën me cilën do të mbulojmë mishin. Pasi kemi një sasi pak më të madhe, do të bëjmë sasi pak më të madhe edhe të lëngut. Njën më të madhe do të shtojmë 1 litër ujë. Tek uji do të shtojmë
një lugë gjelle një shiste. Një lugë gjelle post domate. Përzijmë mirë që të gjitha produktet brenda na lidhen dhe na bëhen bashkë. Që përgatitëm, e mbulojmë tër mishin. Të vazhdojmë që ta fusim në furrë. Unë përdor mish viçi. Ki do të pjeket shumë më shpejt se sa mishi i lopës. Nëse recetën e njëjtë po e përgatitni me mish lope, atëherë do ta dykyshoni sasinë e ujit dhe do ta zijeni pak më gjatë. Mishin e viçit do ta fusim në furrë për 30 minuta. Në iftarit do të përgatisim edhe fileto pule. Filetot e pulës fillimisht do t'i marinojmë. Unë i kam bërë gati këtu irzat, kam shtuar pak piper të kuq, pak hudër në pluhur, kryp dhe piper të zi. Me këtë përzierje, vazhdojmë dhe i marinojmë filetot e pulës. Për ekstra butësi, do ta marinojmë mishin e pulës me çumësht. Lejojmë që filetat e pulës të marinohen për 20 minuta. Filetat e pulës sot do t'i mbushim. Në një tigan, shtojmë pak gjalpë. Tani tek gjalpi i shkrir do të shtojmë 300 gram këpurdha të konzervuara, të cilat i kam bluar në blender. Mua më pëlqejnë më shumë në këtë mënyrë, qëndrojnë më mirë në mbushje dhe shijojnë më shumë sipas mendimit tim. Vazhdojmë të skuqim këpurdhat për 4 deri në 5 minuta. Dhe këpurdhat i kemi gati. Vazhdojmë dhe i krypusim. Tani marrim një grill tigan dhe e vendosim në zjarr që të na nxehet mirë. Tani tek tigani i nxehur me pak vaj i tërgojmë filetat e pulës. I tërgojmë për 3-4 minuta në të dy anët. Pasi kemi fërguar gjitha filetat e pulës, i rendisim në tepsi. Sipër secilës me kujdes shtojmë nga pak këpurdha të fërguara. Tani sipër çdo filete pule shtojmë nga pak kashkavall të bërë në rinde. Sigurohemi që do t'i mbyllim mirë. Dhe gati për në furrë. Furra është e parangrohur mirë në 250 gradë, vazhdojmë dhe i pjekim brenda vetëm për 10 deri në 15 minuta. Dhe tani për t'i mbushur shportat, të cilat i pjekëm më herët, do të bëjmë në rinde një sekret si të na mbetet salca më e trashë. Pasi i bëjmë trangujt në rinde, i krypusim. Në këtë mënyrë, ata do ta lëshojnë tër ujin e tepërt. Dhe i përzijmë kështu me dorë. Dhe pastaj vazhdojmë që ta largojmë ujin e tepërt në këtë mënyrë. I kullojmë nga uji, vazhdojmë që t'ju shtojmë salcë kusi. Sa më e trash salca e kusit ose pavllaka, aq më e fortë do të na qëndrojë. Dhe është freskuese tani tamam për iftar. Bëjmë pak kopër të thatë të piper zi. Përzijemi mirë tani. Tani secilën shport të tortiljave vazhdojmë dhe e mbushim me salcën që e përgatitëm. Lehtë, shpejt, super të bukura, por edhe shumë të shijshme. Disa shirit të trangujve, i rrotullojmë kështu, i ndajmë në gjysmë një herë, i rrotullojmë kështu në formë të një luleje. I shtypim mirë këtë pjesën këtu që të ngjitet dhe ja vendosim sipër. Shtojmë ara, lejojmë që ara të bien edhe në pjatë. Dhe me nga një gjeth të vogël me majdanos, i dhe sallatat i kemi gati. Gjithashtu do të përgatisim edhe një sallatë shumë të thjeshtë, një sallatë me rukola, me pak sheri domate, disa kokra shejk dhe disa thelbjara thjesht do t'i shtypim kështu në dorë. Në këtë sallatë duhet janë kështu pak më të mëdha arat dhe të dallohen. Për të përsosur këtë sallatë, do të shtojmë uthull sheje sipër.
mund ta gjeni në supermarketet më të mëdha. Kjo është ajo që do t'ja thekson shijen edhe më shumë kësaj sallate. Sallata gati, vazhdojmë të shërbejmë në tavolinë. Sallata ka pushuar, është ftofur mirë, vazhdojmë tani edhe këtë të shërbejmë në tavolinë. Edhe sallata gati. Unë vendosa të shërbejmë në këtë mënyrë, në një pjatë më të thellë, anësh e kam dekoruar me disa fletë limon, sepse i shkon shumë kësaj sallate, dhe në mes i kam vendosur disa ullinj. Sarmat i kemi gati, sa po i kam larguar nga fura. Duken të mrekullueshme. Presim tani që të na pjekën gjitha produktet tjera dhe vazhdojmë të shërbejmë gjitha së bashku në tavolinën e iftarit. Vazhdojmë tani me shërbimin, fillimisht të çorbës. Vazhdojmë tani që të shërbejmë gjitha, shtojmë nga një sarm, nga pak perime të përzjera, të zjera në avull. Edhe filetot e pulës i kemi gati, veç se janë larguar nga fura, vazhdojmë që ta shtojmë nga një filet pule afër sarmave. Edhe filetot e viçit janë gati, salca është trashur mjaftueshëm, vazhdojmë dhe i shtojmë në pjatë. Thash, unë i kam bërë gati nga 2 fileto viçi. Pak nga salca e mbetur, ju shtojmë sipër medaljonave të viçit. Të dashur miq, pjata për iftarin e sonte është gati. Vazhdojmë i shërbejmë gjitha në tavolinë dhe shohim edhe rezultatin final. Tavolina e iftarit është gati. Gjithçka e shërbyer dhe po presim me padurim iftarin. Shpresoj që ta provoni edhe ju, ta gatuani dhe ta shijoni me më të dashurit e juaj. Të gjithë ju që jeni agjërueshëm, ju dëshiroj agjërim të lehtë dhe të pranuar. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.